SBA dhe Izraeli nuk kanë interes të arrihet marrëveshje me Iranin, por kanë interesa tjera që ta ndryshojnë regjimin në Iran dhe se siguria jonë mund të mbaret pikërisht nga sigurimi më i madh, pikërisht nga sigurimi i armëve bërtamore. Dhe kjo mund ta përshkallëzoj ambicien e Iranit në sigurimin e këtyre armëve bërtamore, ndërkohë kjo intense Iranit për të siguruar patjetër armë bërtamore si mas për siguri, po mund të nxjisë edhe më tepër frikën dhe ankin në shtetin e Izraelit, dhe që ai do të detyrohet të ndërmarrë aksione dhe sulme të tjera. Që po zhvillojnë sulme sepse kushdo që e ka përcjellur deklarimin e kryeministrit Netanyahu pas operacionit të parë, deklaroi që ky nuk do të jetë një operacion 24 orë, do të jetë i vazhdueshëm derisa të sigurohemi që janë shkatruar mas të madhe kapacitetet të tilla të sipërpërmendura. Prandaj pritet një përshkallëzim i situatës sigurisë, duke që interesi primar i SBA-ve është që të mos përfshihen vetë në këtë konflikt, duke marrë parasysh faktin se ata kanë trupa në disa prej vendeve të rajonit. Kjo ishte arsyeja pse u bën thirrje para 2-3 vite me stadione stafi diplomatike, familjarëve të ushtarëve të dislokuar në atë rajon që të tërhiqen sa më shpejt nga rajoni, duke pasur indikacione nga agjencitë e tyre të sigurisë se situata mund të përshkallëzohet. Dhe ky përshkallëzim i situatës nuk është në interes të askujt dhe siç e potencohen fillim mund të ketë implikime të hatashme globale, sidomos në planin ekonomik. Ne kemi pasur janë ndohatur çmimet vetëm kur grupi rebel Huti nga Jemeni sulmonte anije transportuese tregtare në detin e Kuq, e paramendon se situata agravohet dhe tensionohet në Xhirin Persik, e cila është njëra prej rrugëve kryesore tregtare me 70% të qarkullimit të energjisë së naftës. Dhe kjo do të kishte implikime të jashtëzakonshme ekonomike për botën. Zotër Kasolli, tash ndalemi pak edhe në përfshirjen e shteteve të tjera, pra e kemi përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndonjë se nuk ka përfshirje zyrtare, mirë po nëse Izraeli vazhdon sulmet, edhe Irani nuk ju përgjigjet kërkesave për marrëveshje, a ka rrezik që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përfshihen në mënyrë të drejtë për drejtë në këtë konflikt, pavarësisht deklaratave zyrtare të mos përfshirjes? Tash, sipas bindjes time, presidenti Trump ka qenë jo shumë i qartë, atë drejt në këtë drejtim, sepse ai ka ardhur me premtimin që jo vetëm që nuk do zhvilloj luftra të reja, por do t'i ndalë ato që ekzistojnë. Dhe po ashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mas të madhe janë ndodhur nga luftrat në rajon, vetëm duhet kujtojmë mënyrën se si ka përfunduar lufta në Afganistan e lufta në Irak. Kanë qenë dy përfundime tragjike dhe nuk është që janë realizuar misionet për cilat është intervenuar dhe nuk besoj që SBA-t janë të interesuar për një konflikt të ri. Qëllimi i Izraelit, ta themi qartë, sipas shumë analistëve mbetet që ta gjejë një rrugë, ta gjejë një mundësi se si të përfshijë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në konflikt kundër Iranit, sepse Izraeli nuk ka dyshim që ka kapacitete të jashtëzakonshme ushtarake për goditur në mënyrë precize caqet militare strategjike të Iranit, por është thirrë që pritet që ai ketë kapacitete të matutjeshme pa ndikimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të realizuar pozicionimin e tij kryesor, siç është ndryshimi i regjimit në Iran. Në këtë drejtim e përmenda edhe më herët, presidenti Trump ka bërë të qartë që nuk është qëllim diplomatik i SBA-ve ndryshimi i regjimeve në vende të tjera, por vetëm sigurimi që ato të sillen konform interesave të strategjike të SBA-ve. Prandaj vetëm mbase nëse Irani e përdor këtë rast për të hakmarrë ndaj trupave amerikane në rajon, sepse nëse nuk ndodh kjo, nuk besoj që ato do të përfshihen drejt për drejt në luftë, por jam i bindur që ato do të jenë të angazhuar për ta garantuar edhe sigurinë e Izraelit, për të mos lejuar që ajo të kërcënohet eventualisht nga ndonjë sulm i befasishëm i Iranit. Pra këtë nuk do ta lejojmë, por nuk besoj që do të përfshihen drejt për drejt në sulme kundër Iranit në rrethonat aktuale, marr parasysh disponimin antiluftë që ekziston në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse vetë presidenti Trump ka ardhur me premtimin e tij që sa më pak angazhimi në botë, zero luftra dhe përfundim të atyre që ekzistojnë, jo për të hapur konflikte të reja.
Jo që nuk kanë kapacitete shëbaz për të përballë me Iranin, mirë po ato janë të lodhura nga dy luftrat e sipërpërmendura, të cilat i kanë kushtuar te mase me